Në për arat e Pollogut kanë nisur korjet shirjet. Në teren shihen kombaja të qokorin bereqetin për këtë vit. Moti nxehtë ka bërë që korjet të nisin më herët, por vapa ka ndikuar edhe në redimentet e grurit. Sikurse çdo vit dhe ky vit vjen me probleme të njëjta për buqit. Çmimet e larta gjatë mbjelljes së grurit dhe çmimi i ulët në treg i grurit. Por një problem tjetër paraqitet edhe gruri që importohet nga jashtë, veçanërisht nga Serbia. Por sidoqoftë, buqit thonë se edhe ato pak ara që janë mbjellur duhet të koren. Shirjet kanë filluar sot për shkak të klimës, se ka qenë më nxehtë, por ndryshe fillojnë me 12 deri me 15 në Pollog, po si vjen shkaku i klimës se ka qenë më nxehtë, kemi filluar më herët. Edhe sasia është e vogël, do me thonë 250 deri në 300 kg në dekar ose 2.500 deri në 3.000 në hektar. Nga viti në vit ulen sipërfaqet e mbjellura me grur në Pollog. Buqit thonë se nuk kanë leverdi të mbjellin arat me grur shkaku i çmimit të lartë të procesit të mbjelljes naftës, e plehrave artificiale dhe çmimit të ulët të grurit. Vështirësi ka shumë se çmimi është shumë i ulët. Buqit kanë filluar mos e mbjellin grurin shkaku i çmimit, për shkak se tash është 10 dinar, 11 dinar në tregun evropian, botëror në berz, edhe për shkak të çmimit nuk mbjellet sasia të mëdha, do me thonë një zvoglu sasia deri 70%. Vetëm 30% e zakonisht mbjellin vetëm ata që kanë kafsh, edhe tjerët nuk mbjellin gru, shkaku arsyeja është se nuk ka llogari. Ndryshe në nivel shteti, buqit që moti kanë ngritur alarmin për çmimin e ulët të grurit, thonë se gruri i vitit të kaluar ende nuk është bluar, ndërkohë që nga Serbia po importohen sasi të mëdha gruri dhe mielli. Sipas tyre, për grurin e importuar nga Serbia paguhen valuta të huaja, ndërsa gruri vendas mbetet pa çmim dhe pa u blerë. Buqit kanë bërë thirrje që qeveria të shqyrtojë urgjentisht situatën dhe të reagojë për të siguruar treg për prodhimin vendas dhe një çmim të dinjitetshëm. Kërkohet që nga fondi intervenues të ndahen 5 denar për çdo kilogram grur të dorëzuar, të ndalohet importi i miellit dhe grurit deri në 31 dhjetor 2026 me qëllim që fillimisht të grumbullohet prodhimi vendas dhe deri të premten 10 korrik të paguhen plotësisht subvencionet për kulturat drithërore dhe lulediellin.